Prandaj, kjo është ajo që kërkohet nga secili prej neve. Të pendohemi sinqerisht, pastaj të bëjmë vepra të mira, të vazhdojmë me ata vepra të mira. Prej veprave më të mira është namazi në stëlijet, pastaj të bëhet për kujtimi Allahut, pastaj të jep zekatin, e pastaj sadake, agjerimin. Të gjitha këto që kërkon Allahu prej teje, duhet t'i bën. Për ndryshe, nëse ti vazhdon ashtu siç mendon ti, ashtu të jeton pa namaz, pa asgjë, nuk pendohesh, dhe kjo të vjen të mirë ty, ti vazhdon në mëkate, sa më shumë që vazhdon në mëkate, aq më shumë do të kesh probleme brenda, mërzi, të lashe, por ti mendon se me rrugje të shëron, po dhe të nën ti vazhdon, dikur je shef vetëm se totalisht ke humbur. Dije se nëse ti e ke vazhdu këtë rrugë të gabuar, ke vazhdu ashtu, ti të rrok një jetë që vjen pas atij ajeti që e lexuam më parë, i njeri ti. Dëgjoj Allahu xhaleshanu çka thot për ta njerëz që fare nuk kanë mërzi për fe, as nuk lexojnë, as nuk studiojnë, as nuk pyesin, as nuk del me ditë, as shahadet, as asgjë. Por më u knaq me epshe, me kojke, po me gjuna e me kate, ndoshta edhe shirkiat e bën, pastaj po t'i gushtohet gjoksi. Allahu xhaleshanu tregon për të. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Shqo Samir thot, kush largohet dhe atë shpinën këshillës time, thot Allahu, këshillës time, për kujtimit tim, urdhrit tim, ati do t'i sigurojnë jetën të keqe, jo të këndshme, jo rahatshme. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Dhe në ditën e kiametit ai do të ringjallët i verbër. A thua pse? Sepse ka jetuar në dynjë i verbër. As ka pa xhamien që ka, as ka ndëgju, as i ka pa minarët, as i ka pa ndonjë hoxh në rrugë, as ka pa ndonjë haxhi në rrugë, as i ka pa muslimanët në rrugë. Prandaj, kjo tregon se je larg dinit Allahut dhe të rrok kjo që Allahu ta sigurojë dhe ta garantojë. Po nuk u ktheme në rrugën e Allahut, do ta kesh jetën e keqe të vështirë. Dhe do të ringjallësh në botën tjetër i vetë.